Të gjithë konsumoni qep, por do befasoheni me atë që i shkakton zemrës dhe diabetit. Qepa është e pasur me shumë substanca ushqyese siç është për shembull squfuri që është përgjegjës edhe për aromën e saj. Po ashtu, ato janë shumë të shëndetshme edhe për ruajtjen e vlerave të shëndetit tuaj. Nga qepa kemi shumë dobi të cilat do t'i paraqesim në këtë video sipas Healthy Side. Qepa është e rëndësishme për sistemin tuaj kardiovaskular. Substancat e sqyfurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trombeve, po kështu, pas kësaj, ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe triglicerideve në gjak. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si dhe përmirësojnë gjithashtu edhe funksionet më të mira të membranave qelizore të qelizave të kuqe. Qepët mund të parandalojnë gjithashtu edhe disa komplikacione të tjera të shëndetit tuaj kardiovaskular. Qepët ndikojnë pozitivisht edhe në shëndetin më të mirë të kockave. Studimet kanë treguar se qepa mund të ruajë ndjeshëm dëndësinë e kockave dhe të përmirësojë strukturën e tyre. Sa më shumë qep të konsumoni brenda normave ditore të kontrolluara, aq më shumë përfitime do të keni edhe për strukturën e nyjeve. Qepët janë mjaft cilësore edhe në betejën kundër komplikacioneve dhe infeksioneve të ndryshme, të cilat i kanosen vazhdimisht imunitetit tuaj. Qepa është shumë e shëndetshme në betejën kundër infeksioneve. Antioksidantët ushqyes që gjenden me shumicë tek qepa do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë në luftën kundër infeksioneve, duke parandaluar kështu edhe oksidimin e acideve yndyrore, të cilat mund të krijojnë edhe këto qeliza të dëmshme, të cilat shfaqin komplikacione të ndryshme të trupit dhe gjithashtu ndikojnë negativisht edhe në imunitetin tuaj. Konsumi i qepëve të freskëta në dietën tuaj mund t'i japë përfitime mjaft të mira edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Nëse preferoni të përmirësoni florën tuaj bakteriale të stomakut, atëherë duhet të përfshini me patjetër qepët në dietën tuaj. Kjo është një alternativë shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, çka do të nxjisë një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe lehtësimin e problemeve tuaja të tretjes. Qepa është fantastike për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime që tregojnë se qepa mund të konsumohet rregullisht në persona të cilët kanë probleme me luhatit e shëndetit të zemrës, duke i dhënë atyre një mbrojtje më të mirë efikase kundër problemeve të kolesterolit dhe rritjen e qarkullimit të duhur të gjakut nëpër vena. Gjithashtu qepa e konsumuar si duhet është një aleat e njerëzve edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit. Studimet kanë zbuluar se sheqeri në gjak do të ulet ndjeshëm dhe do të stabilizohet më lehtë me konsumin e qepës ose lëngut të saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kështu, përfshirja e qepës së freskët në dietën tuaj do të jetë një alternativë e çmuar në stabilitetin më të mirë kundër luhatjeve të sheqerit. Qepët janë një zgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit. Ajo është një perim e vërtet e lashtë në të gjithë historinë e njerëzimit, ajo citohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Përdorimet e saj datojnë plot 3500 vite më parë. Për ekspertët e Healthline, përdorimi i qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të jetë një nga alternativat më të çmuara lehtësuese kundër komplikacioneve. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të ndryshme kronike, bashkë me shegët dhe çajin e malit. Qepa cilësohet si një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Qepa renditet ndër ushqimet më superiore dhe më mbrojtëse për organizmin tuaj në tërësi. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme kundër problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti dhe komplikacionet e shëndetit. Qepa është shumë e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi, gjithashtu edhe nga mikrobet. Ekspertët këshillojnë se qepët janë jashtëzakonisht të mira në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet më të mira të shëndetit dhe hormoneve të tij, duke stabilizuar më mirë këtë gjendje.
Qepa është një aleate shumë e mirë e shëndetit tuaj kardiovaskular. Qepa arrin të mbrojë shëndetin e zemrës më mirë se sa produktet e tjera. Qepa do të ulë kështu nivelin e kolesterolit në organizëm dhe do të pengojë forcimin e enëve të gjakut, si një produkt alternativ shumë i çmuar për të konsumuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Qepa është e mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm edhe nivelet e sheqerit në trup dhe të stabilizojë më mirë çështjen tuaj imunitare, duke u orientuar drejt një mbajtje më nën kontroll të problemeve të diabetit të tipit 2. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju t'jepni fund luhatjeve të sheqerit, por do t'jetë një stabilizuese shumë e mirë e çështjes suaj, sidomos nëse nuk merrni edhe medikamente. Por nëse merrni medikamente dhe në të njëjtën kohë doni të përdorni qepën, tregoni të vëmendshëm dhe është më mirë të mos i shtoni në dietën tuaj, pasi do të shkaktojë një ulje të dyfisht të luhatjeve të sheqerit. Qepa është e mirë kundër radikaleve të lira. Ekspertët rekomandojnë një zëri se njeriu duhet të konsumojë të paktën një qep çdo ditë. Sipas tyre, qepët të freskëta përmbajnë substanca shumë të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin në tërësi. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa, kur gatuhet, humbet shumë prej vlerave të saj. Ndaj përpiquni që qepën ta konsumoni sa më të freskët në dietën tuaj. Vlerat që ajo do të ofrojë për shëndetin do të jenë të plota dhe pa ndikime negative të tij. Ekspertët thonë se qepët e freskëta dhe të papërpunuara mund të ofrojnë përfitime më të mira kundër luhatjeve të shëndetit të njeriut, duke cilësuar atë si një prej produkteve fantastike. Edhe pse mund të cilësohen si trëndafili kundërmues, qepët janë një nga zgjedhjet më të mira për të rritur vlerat imunitare, për të mbajtur larg komplikacionet dhe për të nxitur një organizëm më të shëndetshëm dhe më të fortë. Qepa është një nga ushqimet më të përdorura në kuzhinë, të cilat mund t'i japin trupit tuaj shumë vlera ushqyese. Sipas Elcait, në këtë video do të rendisim disa prej tyre. Qepët janë të pasura me vlera ushqyese të rëndësishme për fuqizimin e shëndetit. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura me vitamina dhe me minerale. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën C, e cila do të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe ndihmon në përthithjen më të mirë të vlerave të hekurit. Ato janë një burim shumë i mirë i vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme këto gjithashtu edhe për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionet më të mira nervore. Përmirësimi i qepës në dietën tuaj mund të luajë një rol të mirë në fuqizimin e shëndetit më të mirë të kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave. Ato mund të reduktojnë stresin oksidativ dhe të rrisin më mirë dëndësinë tuaj kockore. Ekspertët këshillojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një zgjedhje mjaft e mirë lehtësuese kundër komplikacioneve të tyre. Qepët janë aleate të organizmit në betejën kundër dëmtimeve të radikaleve të lira. Qepët kanë fuqi të mira antibakteriale. Përbërësi i saj quercetin është veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme, të cilat do të shkaktojnë edhe komplikacione të shëndetit tuaj. Sigurohuni që qepën e freskët ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Vlerat, përfitimet dhe ndikimet e tyre në organizmin tuaj do të jenë më të plota dhe gjithashtu do të mbani larg shqetësimet që shkaktojnë radikale të lira. Qepët janë një zgjedhje fantastike, sidomos edhe për tretjen dhe për shëndetin më të mirë të zorrëve. Qepët janë një zgjedhje ideale për përmirësimin e sistemit tretës. Ato janë kryesisht të pasura veçanërisht edhe me element thelbësor për funksionet e shëndeteve të zorrëve, siç janë edhe bakteriet e mira, të cilat do të luajnë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve të sistemit tuaj tretës. Ndaj, nëse doni të merrni vlerat e saj, të lehtësoni komplikacionet dhe të rrisni rezistencën e trupit, konsumoni qepët në dietën tuaj. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.